që absolutisht ato çfarë ti ke bërë për show off. Ato çfarë ti ke bërë për show off, as më kanë ndikuar, as më ndikojnë mua. Të mbaroj me shokun tënd dhe pastaj do vazhdojmë. Mos e merr vëmendje, ke 2 muaj pa vëmendje. As më kanë ndikuar. Ka të drejtë Roberti apo Kristi? Unë e njoh Big Brotherin. Mua më vjen keq për ty. Që të kam frymzuar. Ti ke përçar mjerimin tënd. Më qeshet me të drejtën, po dhe më vjen keq. Liliana, mund të një këngëtar idhull që ke pas. Mund të rrepikoj pak Rogert. Se talenti nuk lind më vlla. Shqipimi jo vetëm pyes. Po flasim për një domethënë fole vetëm me fjalë të përgjithshme që i pëlqej duatrurin, pëlqej këtë. Pra ka pasur një pëlqim për diçka më shumë? Nuk do t'ja pasi përgjigje. Urdhë. Domethënë po. Selin, Po pra, domethënë fjalia ishte të biesh në dashuri me Armin. Që direkt në shkollë private. Po shoh që aty unë nifur të më mirë me personat. Nuk kisha menduar këtë. Atëherë, kjo është një deklaratë e cila transmetohet sot për herë të parë, arsye sepse nuk është transmetuar më herët është fakti që ti u hodhe nga muri dhe përpasoj hypi, nuk u hodh. Por u duk Unë gjita miri. Tani dhe aty është karrierë dhe ato ishin mendoni që Kristi ti kur ngjet plaga miri, kur trupi ftohet, ti e ke trupin akoma të nxehtë dhe do e kuptosh më vonë plagët edhe dhimbjen që ke tek plagët. Kaq mendoj unë për ty. Kurse Kristi, si me trup të ftohtë, si me trup të ngrohtë nuk ka plagë. mendoni se Kristi me Selin mund të kishin një lidhje nëse Kristi nuk largohej nga shtëpia, domethënë do kishte ndryshuar. E njoh Big Brother, e kam studiuar Big Brother, e dua Big Brother, më pëlqen shumë Big Brother, dhe kam bërë Big Brother që në fillim. Absolutisht. A ka marrë çik super xhiro Kristo? Çfarë do bëj sepse mendova që edhe Miri rrezikonte sepse ishte në atë lloj pozicioni. Apo më duket thjesht mua dhe super çun. Parimet, por edhe Selini rrezikonte. Megjithëse mendoj që rrezikun më të madh e kishte Miri në këtë këtë relacion. Ka diçka tjetër. Ajo çfarë doja të bëja, duke ditur që shoqëria shqiptare është maskiliste, doja që Selinin përpos faktit që do gjykoj, do para mama që triste Selin, kthej kokën thash kush, mos është kjo mamaja që do më na e marr nga shtëpia, jo ishte një fëmijë e vogël aty. Po Kristi E hodhi batutën Ledioni. Ciao binjaku. Tani. Ka të bëj me qasjen që mua më bë. Unë gjithmonë e kam vlerësuar Selinin dhe e kam thënë që në ditët e para. Mendoni se Selin dhe Kristi do ngelen miq jashtë apo gjithçka mbaron këtu tek? Për zgjedhjen e krevatit absolutisht më faktorizoi lojën. Domethënë kjo ishte era e fundit që u pa.